Në qytetin e Elbasanit u zhvillua edhe këtë vit Kupa Dita e Verës, një aktivitet sportiv i organizuar nga Shoqata Rajonale e Futbollit e Elbasan, e cila tashmë është kthyer në një traditë për futbollin e fëmijëve në këtë qytet. Turneu u zhvillua në disa prej fushave sportive të rajonit, me pjesëmarrjen e 14 ekipeve nga grupmoshat U7 deri në U13, 10 fëmijë nga akademi dhe ekipe të ndryshme të rajonit morën pjesë në këtë turne, duke luajtur dhe duke shijuar futbollin në frymën e fair play. Është kënaqësi e madhe për këtë organizim, sepse ju e dini në qendra organizimit ditës verës së Elbasanit. Ishte një kënaqësi shumë e madhe se sot më mora pjesë me grupin e U7-s, por edhe të 4 ekipet që ishin pjesëmarrës ishin kënaqësi sepse ke lezet kur shikon fëmijët e vegjël dhe këto aktivitete të jenë sa më shumë dhe sa më të shpeshta. Jo përveç ditën e verës, por urojmë që të bëhen sa më shpesh. Për ne është e rëndësishme të marrim pjesë në këto aktivitete që organizohen nga Zyra Rajonale e Elbasanit, siç njihet apo tradita elbasanëse gjatë festave për ditën e verës organizohen dhe evente të ndryshme në futboll. E rëndësishme është që fëmijët të marrin pjesë, të argëtohen, të kënaqen dhe një falënderim shkon për Zyrën Rajonale për mbështetjet që i bën këtyre ekipeve, njëkohësisht edhe për trajnerët, të cilët angazhohen për të kënaqur fëmijët dhe të duke luajtur futboll. Në përfundim të turneut u zhvillua ceremonia ndarjes së trofeve për ekipet fituese sipas grupmoshave. Kupat u dorëzuan nga drejtues të Shoqatës Rajonale Elbasan, të cilët përgëzuan të gjithë pjesëmarrësit për pasionin dhe sportivitetin e treguar gjatë aktivitetit.